Me fitoren e sotme kundër ekipit të Rabotničkit, skuadra e Shkëndijës, që njihet si simbol i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të siguroi titullin e 5 kampion në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Ekipi i Shkëndijës kundër Rabotničkit shënoi fitore 2-1 me gola që i shënuan Liridon Latifi dhe Tamba, ndërsa golin e vetëm për ekipin e Rabotničkit e shënoi Delaj nga penaltia. Sot Shkëndija fitoi titullin e 5 kampion, ndërsa të 4-ën së bashku me ju. Si ndihet Besart Ibrahimi sot në këtë moment? Normalisht që ndihem shumë i lumtur, kur e dimi se gjatë këtij viti çfarë sakrifice, çfarë mundi kemi pasur të gjithë së bashku. I falenderoj të gjithë ato që na kanë për krah, edhe urim me titullin, inshallah shtohen titujta. Ala më shumë. Tifozeria. Po normal, si çdo herë që kemi thënë, tifozeria jonë është lojtari i 12, çdo herë na ka përkap, po tash për fat keq në këtë ndeshje nuk e keni pat, po shpresoj që në fund të shpalljes së kampion për të festës, besoj që do e festojmë të gjithë së bashku. Kampione! Si ndihet Klismat Çaka në këtë moment kur Shkëndija për herë të 5 fiton titullin kampion? Shumë i lumtur, pasi ishte një titull shumë i vështirë, pasi ishim kampione! Pasi ishte një titull, ishim kundra gjithëve, gjithë ishin kundër nesh, por përsërisht Shkëndija në fund doli kampion vetëm kundër gjithëve. Ku që dedikoni këtë titull? Titulli shkon për Shkëndijën, për qytetin e Tetovës, për familjen time natyrisht, po dhe për gjithë ballistët dhe qytetin e Tetovës, le të festojmë tash të kënaqena gjithë së bashku. Kampion me ekipin e Shkëndijës 3 herë, tani edhe si drejtor sportiv. Si ndihet Ardiani në këto momente të gëzueshme? Normalisht kanë qenë emocione dhe momente gjatë gjithë vitit, si të mira ashtu dhe të vështira. Kemi kalu peripeci të mëdha, ka qenë më lehtë si lojtar, kurse si drejtuese kam përjetuar më shumë. Kështu që më vjen mirë që mbas disa vitesh Shkëndija e rikthen titullin aty ku i takon, dhe urime gjithë tifozëve ballistë, urime gjithë Tetovës, dhe urime gjithë stafit futbollistëve dhe gjithë shqiptarëve në mban. Faleminderit dhe juve. Dihet jetoni në këtë moment. Kampione! Ole! 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 Kampione! Shkëndija me jeton me gjirin fiton titullin kampion
sezonin 2024-2025. Si ndihet jetoni këtë moment? Patjetër jemi shumë çliruar, jemi të gëzuar për shkak se ishte një kampionat i rëndë, ishte një kampionat që nuk ishte i lehtë, ishte kampionat me shumë peripeci, me probleme, me momente presionit psikologjik, por e rëndësishme është fund kur deli pari ja vlen gjitha gjërat. Kujt që dedikoni këtë titull? Patjetër që tifozëve, pronarëve të klubit, kryesisë klubit, të gjithë tifozëve të Shkëndijës normalisht edhe normalisht doja një falënderim veçantë për futbollistët të cilët kanë dhënë maksimumin çdo ndeshje. Faleminderit edhe urime në emër të TV Kohat. Faleminderit dhe juve dhe gjithë mirë.